Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Gjykata kushtetuese pas 10 orë mbledhje nuk merr dot vendim për padinë e kryeministrit Rama. Mbetet në fuqi pezullimi i zëvendës kryeministres Belinda Ballukut nga detyra. Gjykata kushtetuese u mblodh ditën e djeshme në një seancë maraton që zgjati më shumë se 10 orë në lidhje me ankimimin e kryeministrit Edi Rama për pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga detyra. Por të gjyqtarët e gjykatës kushtetuese nuk arritën të marrin një vendim. Mësohet se gjyqtarët votuan 4 pro dhe 4 kundër, duke mos pasur kështu një korum të nevojshëm të votave për vendimarrje pro ose kundër, e po rrjedhoi kërkesa e qeverisë është rrëzuar. Qeveria kishte kundërshtuar vendimin e GKK-s, e cila kishte dhënë masën për pezullimin e zëvendës kryeministres, ndërkohë që gjykata kushtetuese vendosi rikthimin e saj në funksionet qeveritare deri në marrjen e një vendimi. 4 gjyqtarët që votuan kundër kërkesës së qeverisë për heqjen e masës së pezullimit nga detyrat e zëvendës kryeministres Balluku janë Marsida Xhaferllari, Elsa Toska, Sander Beci dhe Asim Vokshi. Gjykata thekson në vendim se imuniteti i ministrave është i lidhur me funksionimin e organit ekzekutiv dhe se masat që kufizojnë ushtrimin e detyrës kërkojnë autorizim paraprak të kuvendit. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku është marrë pandehur për tenderin me vlerë 190 milion euro për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Akuzë që i është komunikuar zyrtarisht dhe dyshohet edhe për tenderin 20 milion euro të lotit 4 të Unazës së Madhe të Tiranës. Për të dy tenderet me vlerë 210 milion euro sipas SPAK, Balluku ka paracaktuar fituesin përmes mbikëqyrjes dhe ndërhyrjes gjatë gjithë procesit të zhvillimit të garës. Gjykata kushtetuese lanë në fuqi pezullimin e zëvendës kryeministres Balluku. Kryetari i Partisë Demokratike në komunikimin online me qytetarët u shpreh se kryeministri Rama përdori 2 muaj kushtetuesen si mburojë për zëvendës kryeministren. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një bashkëbisedim online me qytetarët në rrjetet sociale foli për vendimin e gjykatës kushtetuese që lanë në fuqi pezullimin nga detyra të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Dr. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka përdorur disa anëtar të trupës që të rrëzonte masën e GKK-s. Edi Rama në mënyrën më do të thosha më të papërgjegjshme, më antikushtetuese, më antiligjore, vendosi të përdor gjykatën kushtetuese mburoj të vjedhjeve të tij, të përdor gjykatës të papërgjegjshëm që s'kan parim moral ligjor, s'kan asnjë lloj norme, si mburoj për vazhdimin e detyrës të Lubi Ballukut. Por ama këto qëndrimet të tij hasen në kundërshtimin më të fuqishëm të partnerëve tanë për çka dhe të Komisionit Evropian për çka unë shpreh mirënjohjen më të pakufishme ndaj tyre, sepse me këto qëndrime ju dëshmojnë shqiptarëve se Edi Rama është njeriu që nuk ka asnjë interes tuaj, njeriu që nuk ndjek asnjë interes tuaj, njeriu që shkelmon mbi të gjitha interesat e shqiptarëve të afërm në tyre europiane për të mbrojtur lëkurën e tij, veprat e tij të zeza, vjedhjet e tij të mëdha. Pagat indeksohen me 2.5%. Qeveria miraton vendimin edhe për magjistratët. Qeveria miratoi sot një paketë vendimesh për indeksimin me 2.5% të pagave për mbi 144.000 punonjës të administratës publike. Vendimet përfshin rritjen e pagës së presidentit të Republikës dhe të pagës referuese bazë për funksionet gjyqësore dhe të prokurorisë, si edhe përditësimin e strukturave të pagave për Gardën e Republikës, Policinë e Burgjeve, koordinatorët kundër korrupsionit, punonjësit mbështetës dhe specialitetet e ndryshme në administratë, si dhe personelin e sistemit shëndetësor.
Për këtë rritje janë parashikuar rreth 100 milion euro për administratën qendrore dhe vendore dhe indeksimi zbatohet nga 1 janari 2026, ndërsa priten vendime edhe për arsimin dhe pushtetin vendor. Në sektorin shëndetësor, përveç indeksimit 2.5%, ndryshon edhe mënyra e llogaritjes së vjetërsisë në punë. Skema e re e ndan vjetërsi në 3 fasha, 0.6% për çdo vit për 10 vitet e para, 0.8% për 10 vitet pasuese dhe 1% në vit për periudhën 21-30 vite përvojë, duke bërë rritjen më progresive dhe të lidhur me përvojën profesionale. Ndërkohë, magjistratët kanë depozituar në kushtetuese një kërkesë për përfshirjen e tyre në formulën e re të ndarjes së pagave, që sipas tyre bie ndesh me parimin e hierarkisë së pagave. Vendimet e miratuara nga Këshilli i Ministrave përcaktojnë se pas indeksimit, vlera e pagës së presidentit bëhet 435.625 lek në muaj, ndërsa vlera e pagës referuese bazë për funksionet gjyqësore dhe të prokurorisë bëhet 156.825 lek në muaj. Projekti pilot në arsim me qëndrim në shkollë deri në orën 16 dhe drejt falas për nxënësit do të aplikohet në 30 shkolla në vend duke nisur nga viti akademik 2026-2027. Në 30 shkolla në vend duke nisur nga viti akademik 2026-2027 do të aplikohet projekti pilot i cili u ofron nxënësve orar më të zgjatur qëndrimi deri në orën 16, drejt falas dhe mundësi për të kryer detyrat e shtëpisë në ambientet shkollore. Shkollat përfituese kanë marrë udhëzimet përkatëse mbi mënyrën e funksionimit. Në disa prej tyre janë njoftuar edhe prindrit, të cilët në shumicë e kanë mirëpritur këtë ndryshim. Vakti i drekës do të ofrohet falas dhe nuk do të ketë asnjë kosto shtesë për prindrit. Projekti pilot do të zbatohet për nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 5. Qëndrimi në shkollë deri në orën 16 ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e prindërve ndër vite dhe është prezantuar më herët edhe nga kryeministri Edi Rama, i cili është shprehur se një nismë e tillë do të lehtësojë jetën e prindërve, duke shtuar se kjo do të ndihmojë edhe në aspektin financiar familjet të cilat kanë vështirësi financiare. Drafti për zbatimin e këtij projekti ndodhet ende në proces finalizimi. Evropa është në alarm pasi dyshohet se satelitët rusë kanë përgjuar komunikimet e satelitëve kritik evropian. Zyrtarët e sigurisë në Evropë kanë ngritur alarmin pasi dy anije kozmike ruse dyshohet se kanë përgjuar komunikimet e të paktën 12 satelitëve kritik evropian, të cilët ndodhen rreth 35.000 kilometra mbi tokë dhe përdoren për komunikime civile, qeveritare dhe pjesërisht ushtarake në Evropë, Mbretërinë e Bashkuar, Afrikë dhe Lindjen e Mesme, duke ekspozuar potencialisht të dhëna të ndjeshme dhe duke rritur frikën për ndërhyrje apo sabotim në hapësirë. Informacioni është raportuar nga Financial Times duke cituar burime të inteligjencës perëndimore. Sipas të njëjtave burime, aktivitetet e dy automjeteve ruse në orbit, të njohura si Lach 1 e Lach 2, janë intensifikuar gjatë 3 viteve të fundit në një periudhë tensionesh të larta mes Rusisë dhe Perëndimit pas pushtimit të Ukrainës. Autoritetet ushtarake dhe civile perëndimore kanë monitoruar manovra të përsëritura dhe të dyshimta të këtyre satelitëve pranë infrastrukturës hapësinore evropiane. Që nga lançimi në vitin 2023, Lach 2 është afruar me të paktën 17 satelit evropian. Shqetësimi kryesor lidhet me faktin se shumë satelit evropian të ndërtuar vite më parë transmetojnë ende të dhëna komande pa enkriptim të avancuar. Kjo sipas ekspertëve i bën ata të prekshëm ndaj përgjimeve dhe ndërhyrjeve të mundshme në të ardhmen, përfshir manipulimin e orbitës apo nxjerrjen i jashtë funksionit. Zyrtarët perëndimore shohin këtë aktivitet si pjesë të një strategjie më të gjerë të luftës hibride të Rusisë, e cila përfshin edhe sabotime infrastrukturore, si dëmtimi i kabllove në ujore të internetit dhe energjisë. Frika është se hapësira po shndërrohet në një front të ri përballjeje gjeopolitike. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.